Shqipëria përmbyll presidencën e saj të procesit të bashkëpunimit në Europën Juglindore për periudhën korrik 2024-qershor 2025 me moton Formësojmë të ardhmen tonë europiane. Tirana u bë këtë të hënë qendër e diplomacisë rajonale duke mirëpritur kryeështetesh dhe përfaqësues të lartë nga 13 vende pjesëmarrëse në ministerialin përmbyllës. Në fjalën e tij, ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani theksoi rolin aktiv të Shqipërisë në nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe në përfshirjen e integrimit evropian. Duke folur për rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s, ministri Hasani shtoi se vendi është në rrugën e duhur për të përmbyllur negociatat në 2027-ën. Shqipëria ka qenë një antare përkushtuar e këtij procesi. Kemi mbështetur plotësisht zhvillimin e tregut përbashkët rajonal si një instrument strategjik për të rritur konkurrueshmërinë, për të tërhequr investimet e për të sjellë ekonomitë tona më afër tregut përbashkët evropian. Jemi veçanërisht krenar për arritjet konkrete si marrëveshja për roaming rajonale, për uljen e tarifave roaming me BE-n, korsitë e gjelbra e blu dhe po kështu edhe 5 marrëveshje të lëvizshmërisë që janë nënshkruar së fundi në kuadër të procesit të Berlinit. Këto hapa kanë rëndësi sepse sjellin BE-n më pranë qytetarëve tanë dhe e bëjnë rajonin më tërheqës, më të parashikueshëm e më stabil. Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar në rrugtimin e vet transformues. Agjenda jonë reformave nxitet nga angazhimi i thellë ndaj demokracisë, shtetit të së drejtë, drejtat e njeriu dhe gjithashtu zhvillimi i gjithëpërfshirës dhe besojmë që zgjerimi i BE-s nuk është vetëm proces politik, por është një investim strategjik në stabilitet dhe paqe për të gjithë Europën. Me çeljen e grup kapitujve negociues, 4 prej tyre deri më tani po punojnë për një tjetër. Shqipëria është në rrugën e duhur dhe angazhuar plotësisht për të çuar përpara procesin tonë të antarësimit. Synimi ynë është ambicioz, por unë mendoj edhe i arritshëm për të çelur të gjithë grup kapitujt deri në fund të këtij viti dhe të përmbyllim negociata deri në 2027-ën. Po punojmë me vendosmëri për ta bërë Shqipërinë gati për antarësimin e plotë në BE përpara fundit të kësaj dekade. Ministri Hasani nënvizoi se bashkëpunimi rajonal forcon themelet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Mblidhemi bashkë në kohra transformimesh të thella për rajonin tonë, një kohë shenjuar nga sfida konstante e mundësi të mirëfillta. Është përshpejtimi i integrimit ekonomik dhe hapat drejt rrugtimit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Në fakt, ky mbetet një platformë e një hapësirë politike ku gjithë pjesëmarrësit kanë një zë të barabartë dhe ku vizioni ynë politik për rajonin merr formë. Në fakt, gjatë viteve të fundit, bashkëpunimi ynë është për më kuptim plot, më strategjik dhe më i harmonizuar me politikat e BE-s, përfshi planin ekonomik dhe të investimeve, agjendën e gjelbër për Ballkanin Perëndimor si dhe planin e rritjes së BE-s. Është e qartë për të gjithë ne se bashkëpunimi rajonal nuk është zëvendësues për antarësimin në BE, por një hap i nevojshëm për plotësues në drejtim të tij ku krijojmë mundësi për tregtim, ku thjeshtojmë lëvizshmërinë për qytetarët tanë, kur investojmë në energji, në ndërlidhje e në komunikim, jo vetëm që përgatitemi për BE-n, por përmirësojmë jetën më të mirë sot. Ministri vuri theksin të tensionet në lindjen e mesme, duke thënë se paraqesin rrezik për destabilitet rajonal dhe me pasoja globale. Ndër të tjera, ministri Hasani i bëri thirrje Iranit të ndalë aktivitetet bërthamore. Sepse në të njëjtën kohë ne jemi thellësisht të shqetësuar nga tensionet të përshkallëzuara në lindjen e mesme, sidomos përballjet e fundit midis Izraelit dhe Iranit, që paraqesin një rrezik serioz për stabilitetin më të gjerë rajonal me pasoja globale. Shqipëria rikonfirmon të drejtën e Izraelit për të ruajtur sigurinë e vet dhe për të mbrojtur qytetarët e vet nga kërcënimet e mirëfillta. Në të njëjtën kohë i bëjmë thirrje Iranit të ndalë aktivitetet e veta bërthamore dhe të raketave balistike dhe të veprojnë në përputhje të plot me detyrimet e veta në kuadër të drejtës ndërkombëtare për të shitur traktatin për mospërhapjen e armëve bërthamore. Përdorimi apo zhvillimi i armëve bërthamore do të kishte pasoja katastrofike në rajone përtej. Në këtë kontekst të brisht, Shqipëria i u bën thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë për mbajtjen maksimale dhe të angazhohen seriozisht në përpjekje diplomatike të synuara për uljen e tensioneve dhe për një zgjidhje të qëndrueshme politike.
Procesi i bashkëpunimit në Europën Juglindore përfshin 13 vende pjesëmarrëse: Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, Greqinë, Maqedoninë e Veriut, Moldavinë, Malin e Zi, Rumaninë, Serbinë, Sloveninë, Kosovën dhe Turqinë. Si platformë iniciuar nga vetë vendet e rajonit, procesi i bashkëpunimit në Europën Juglindore mbetet një mekanizëm për forcimin e bashkëpunimit, zgjidhjen e sfidave të përbashkëta dhe përgatitjen për integrim të plot në strukturat europiane dhe euroatlantike.